e prokurorisë së posaçme. Kundër liderit të opozitës dhe pronarëve legjitim, në të cilin ju do gjeni 35 falsifikime të falsifikatorve Dumani, Kraja dhe Milonaj. Do me thënë, Troplini, Irgjelati Sigurimit Shtetit Kraja dhe ndrikulla e kartelit të drogës të Elbasanit Enkelejda Fetahu. Në këtë publikim janë të rjeshtuara me faktet pakundërshtueshme 35 falsifikime se cili prej tyre përbën krim të rënd në procesin e dosjes Partizani. Tani, me qenë se kjo është vetëm një kopje, do t'ja u dërgojmë të gjithve në digital, në digital, sepse kopjet janë më të pakta dhe do donim që se cili ta kishte në bibliotekën tuaj nga një të tillë, por me kërkesat e mëdha që janë, është e vështirë ta përballojmë. Kthehemi tek aty ku është turpi të sistemit të drejtësisë. Dëgjoni tani për Irenën me 5 mbiemra. Dëgjoni tani. Irena me 5 mbiemra i ndjeri komisioner Dariel Sina e kishte kap në krime të shëmtuara gjatë deklarimeve të pasurive. Irena me 5 mbiemra nuk ka deklaruar apartamentin me sipërfaqe 62.65 m2 në Fier. Apartament banimi, sipërfaqe 2+1. Kjo fshehje pasurie është justifikuar nga Irena me 5 mbiemra dhe ka fituar natyrisht se është shoqe e ngushtë e lindës së Surrelit dhe e disa personave tjerë me pushtet. Ka qenë një këshilltare besnike e Ergys Agasit. Pra Irena me 5 mbiemra, kur është kap mat me mashtrimin, ka thënë e harrova, e kisha harruar. Mos harroni se për një garsonjere i kanë nxjerr gjykatës, i kanë flak në rrugë, jo se e kanë harruar, por se e kanë deklaruar se e kanë dhurat nga jati i vetë. Një garsonjere. Po Irena nuk është vetëm kaq. Jo. Irena që mbrohet nga llumi i llumit të këtij sistemi, ka apartamentin tjetër në Tiranë, me sipërfaqe 66 metër, të cilën thot se njerë thot e bleva me 10.000 euro dhe pastaj këtë çmim e rrit në 22.000 euro, po nga i more paret, thot, nga ku i more parat, kam harruar, thot, po reale kjo. Nuk ka treguar burimin e parave që u ka marrë ryshfet klientëve të saj. Kjo është gjykatësia dhe prandaj Dariel Sina këte e përjashtonte siç e përjashtonte nga
sistemi. Po sfundi nuk maron këtu. Irena me 5 mbiemra ka fshehur 2 garazhe në Tiranë. Nuk i ka deklaruar në procesin e vlerësimit të vettingut. Pra, vetëm me këto, Irena me 5 mbiemra meriton disa vite burg për fshehjen e pasurive dhe pasurit e paligjshme. Ajo mbahet si monumenti më i shëmtuar i sistemit që përfaqëson. Këto kisha, pyetje. Zoti Berisha, zoti Rama ditën e sotme ka deklaruar që do të paraqesin kërkesë për ndryshime ligjore sa i përket imunitetit të ministrave. Çfarë do të bëjë opozita në rastin konkret, sepse duket si një përpjekje e kryeministrit për të mbrojtur jo vetëm zonjën Balluku, por ndoshta në të ardhmen edhe ministra të tjerë nga një masë e mundshme e pezullimit nga ana e SPAK-ut, si do të veproni si opozitë? Ky është akti më i rënd, më kriminal, më poshtrues ndaj qytetarëve shqiptar që Edi Rama guxon të marrë. Me këtë akt të pashembull në historinë e botës, Edi Rama u thot shqiptarëve se personalisht ai dhe organizatat e tij kriminale, ministra, qëndrojnë mbi ligjin, qëndrojnë mbi çdo gjë tjetër në këtë vend dhe nuk mund të hetohen. Do u vjedhim, ju kemi vjedhur, ju vjedhim dhe do u vjedhim. Ky është morali e vërteta e këtij amandamenti që ata paraqesin sot, dhe kjo është goditja më e rëndë që u bëjnë ata aspiratave të qytetarëve shqiptar. Kjo është goditja më e rëndë që i bëjnë ata shtetit ligjor, që i bëjnë. Është mbrojtja më e fuqishme ndaj sistemit të korrupsionit që kanë vendosur. Pra, pse? Sepse qytetarët duhet ta dinë. Pas anullimit me ligj të këtij funksioni të prokurorisë speciale, Edi Rama, prokurorëve nuk u mbetet asgjë tjetër përveç imunitetit. Po imuniteti nuk është në dorë të tyre, imuniteti është në dorë të Edi Ramës, dhe Edi Rama, për ata që bën ligjin mburoj, imunitetet nuk heq. Në këtë rast, unë e paralajmëroj atë se do paguaj çmimin më të shtrenjtë me këtë akt, dhe se po u fakton shqiptarëve dhe botës se çfarë hajduti i paftyrë është ky. Se si ky njeri i kapur në flagrancë me aferat të mëdha korruptive vetë Bazhanaku e shoqja e tij, anturazhi i tij. Po, tani don të bëj ligjin që të vjedh sa të mundet dhe të mos mund ta pezulloj. Sqaroj edhe një herë, pezullimi është absolutisht një drejtë ligjore që ja u njeh ligji prokurorëve dhe gjykatësve. Pezullimin e ka miratuar plotësisht pas ekspertizës që i ka bërë ligjit të procedurës penale të rubrikës Kosovës, Komisioni Venecias. Komisioni Venecias është shprehur se pezullimi nuk bie ndeshas me parimet e kushtetutës dhe të pushteteve. Edi Rama
kërkon me çdo kusht të mbrohet nga vjedhjet që ka bën dhe do të bëj me amandamentin që dërgoj sot në parlament. Ndaj dhe ja ku jemi në këmbë, ne një gjë do t'u them shqiptarëve, se me këtë akt ai i mbyll dyert e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe hap edhe njëherë krijon fushën më të madhe të mundshme për vjedhjen, plaçkitjen e tyre, varfërimin e mëtejshëm, të iskajshëm, dhe është në dorën e tyre të marrin fatin. Data 20 po vjen, është dita e qytetarëve, kryengritja paqësore e opozitës shqiptare ka patur jehonën më të jashtëzakonshme dhe më dashamirëse në mbar botën. Ju besoj i keni ndjekur se çfarë paraqitje, në qoftë se rrjetet kryesore gjermane e kanë paraqitur me 10 minuta rrjetet pro-qeveritare shqiptare pas protestës i kanë kushtuar 2-3 maksimumi 4 minuta protestë, janë përpjekur ta fshehin, ta bëjnë, por bota e pa dhe edhe dje rrjeti më i madh televiziv në botë, Foxi, kishte një kronik të zgjeruar për protestën vigane të opozitës shqiptare. Ama zoti Berisha, asnjë qeveri deri në sot nuk është rrëzuar me protesta. Pra ju besoni vërtet që do ta rrëzoni Edi Ramën përmes protestave? Në fakt që të gjitha diktaturat, qofshin totalitare, qofshin autoritare, kanë rënë vetëm me protesta. Për shembull, të regjimit komunist, pra Enver Hoxha. Jo vetëm ajo, po kanë rënë diktaturat në Bangladesh, në Nepal, në Sri Lanka dhe në një seri vendesh. Diktaturat nuk rrëzohen me votë, por rrëzohen vetëm me revolt, me revoltën qytetare. Revoltat janë të dhunshme, të padhunshme, ne jemi të përcaktuar për kryengritje paqësore, të bindur se do realizojmë fitoren. Ju e pat, më fal një minut. A e pat ju se si ja i nxorën kartonin e zinëmini? A e pat? A e dini ju që kishte dërguar gjysmën e ekipit? Lexoni pak, ju lutem. Në qoftë se nuk e ka heq nga portali dhe po e ka heq, më thoni mua t'i them zyrën shtypit t'ja u dërgoj shkrimin e Baton Haxhis nga Myniu, ku thoshte këtu po pritet me pa durim lideri global për të dhënë iderat e tij, për të marrë fjalimin e tij, por dikush pas këtij shkrimi ja fiku kandilin e Edi Ramës dhe i tha se ti në Myni nuk mund të shkelish. Pse e tek e merri vesh vet, sepse është kuptuar që është një hajdut i pas skrupull që kërkon të mbrojë vjedhjet e tij, se sa për Lubin, edhe njëherë ja u them shqiptarëve, do t'i shkrinte plum në vesh në mesnat ose vaj të djegur si në tragjedinë e Macbethit. Do hidhte vaj të djegur në vesh për ndjejat që ka. Por ai ka hallën e vet. Kjo është e vërteta. Thoni që zoti Rama nuk shkoi në Berlin, ama nga ana tjetër zoti Rama ka deklaruar ditën e djeshme që do udhtoj drejt Washingtonit. Në Washington është takimi i bordit të paqes ku Shqipëria është anëtare. Mos mendo ti se mund të imagjinoj Harami të zëvendësoj. Jo, kjo është, ja u them unë ju. Sepse nëse nuk bëjmë këtë pyetje do të ishim jo korrekt. Media, unë them mirë që bëre pyetje, nuk them se bëre pyetje. Jam dakord, po të përgjigjem. Pra, në Washington shkon Shqipëria antare bordit. Tani është një lloj si thosh, pse shkoi në OKB? OKB-ja është organizatë ndërkombëtare. Edhe kjo është një organizatë e konceptuar në ngjashmëri me OKB-n. Dhe aty do shkoj, sepse përfaqëson, po kjo nuk do thotë se bëhet më pak hajdut se shkon, përkundrazi. Shkon hajdut, kthehet hajdut.
dhe e pret populli opozitar. Kjo është e vërteta. Së shpejti në parlament pritet të mbërrijë një projekt ligj për amnistin penale. Edhe pse majoranca socialiste i ka votat e nevojshme në parlament për ta miratuar, cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të opozitës? Qëndrimi i deputetëve të opozitës është i qartë, absolutisht asnjë person i dënuar me korrupsion nuk mund të përfitojë përde nga amnistia penale. Asnjë punojës i kësaj administrate i dënuar për lidhje me krimin nuk mund të përfitojë. Këto janë. Përndryshe, amnistit për persona të tjerë janë një rutinë e përvitshme që bëhet zakonisht prak vit të ri, po këta kush e di pse. Kjo është qëndrimi ynë. Ne nuk pranojmë të amnistohet asnjëri i dënuar për korrupsion. Zoti Berisha, ju na prezantuat një libër ditën e sotme. Ku është? Ndoshta Spaku, po dëgjoj deri në fund. Ta shohim. Ndoshta Spaku ju thret edhe ju pyet për financimin. A jeni gatshëm të jepni shpjegime pra si është financuar botimi i këtij libri? Tani, mire që e the këtë, sa bukur po. Çfarë bëjnë këta tani? Dëgjoni. Tani thrasin njerëz dhe pyesin, ku e mori naftën Sali Berisha kur bënte foltoret? Në gjoni o qytetar se çfarë po absolute kjo që u them, është pyetje reale. Ish xhelati i sigurimit të shtetit, se kjo ka lidhje me dosjen Partizani. Ish xhelati i sigurimit të shtetit, Arben Kraja dhe Altin Troplini, pra kanë futur në hetim naftën që ka përdorur Sali Berisha në deputet, që ka një kuptim kjo, për të bërë foltoret. Dhe, mund të them shumë raste tjera të cilët kanë thirrur Ledina Aljollin, të cilës në vitin 2023 e kanë pyetur se nga i more ti parat e silolapsave që bleve për fushat. E kuptoni apo jo? E kuptoni se të ti bëjnë ta. Është detyrë funksionale Spaku të hetoj pasurinë e zyrtarëve të lartë. Pse relativizohet kjo gjë? Sepse është detyrim edhe juaj të deklaroni të sepse ata kanë bërë një vetim 32 vjeçar, jam i vetmi person. E thash dhe njerë, kanë kërkuar hetimin e mbesave të mia 4 vite. Mirë, vazhdon komunikimi i zotit Berisha me gazetarë, shkëputur për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.